Më duket mua, po sikur je pak më i but me Dona Gaçi, e ke njohur personalisht? Jo, e kam njoh. Po s'ka lidhje kjo se unë. Thonë që ky ka qenë truri Ramës morti. Duke qenë 35 vite në politikë dhe unë nuk kam marrë si emigrant këtu, gjithë respektin që kam për çdo emigrant, i njoh se këtu kam qenë. Pikërisht, Po Agaçin e njoh herët, sepse ka qenë në institut lart bujqësor, në shkollë, se për çka ka mbaruar Gaçi? ka marru financë, Po? dhe kemi qenë gati i brez, ka qenë i përfshirë në pak ditë. Po ç'ne bujqësor, tim të bujqësor. Po për ka instituti lart bujqësor, Universiteti Bujqësor sot, ka pas zootehni, veterinari që jam unë, ka pas ekonomik, plan ekonomik, financë, inxhinieri pyetje dhe agronomi. Ky ka qenë financë, ka qenë 2 ekonomik, bujqësor, agrar, ka qenë financë. Dakor. Dhe ka qenë i përfshirë në ato ditë e para të lëvizjeve studentore të 10-orit 90, me studentët dhe pastaj iku në Itali nga 91-shi. E di, nuk jam i sigurt që në val rëmuje. Ka punuar avokat atje? Jo, iku a u diplomu në korrik në 91, a iku pa u diplomu. Duket ka ik në, më duket, në mars 91-shit, që kanë qenë ato anijet e tragetet e para të Durrësit, pra pas atij 10-ori, në dhe eksodi. Qartë. I asaj. Atje mësat e nuk e di çka ka bënë Itali, pra e njoh në kaq periudhë koha në ato ditë e para. Ke njohur për atë periudhë. Për atë periudhë. Jo kur filloi pastaj punë këtu në Tiranë që e mori Ramsi në sekretar përgjithshëm. Ka filluar në 2013. Pikërisht pra. Jo, nuk kam patur. Okej. Njohje me te si sekretar të përgjithshëm. Po nuk është se po ikën Dona Gaçi, në fakt në dienin tim aq një fasa kam unë mbrana, pastaj kullës fildisht. Ky ka qy pas firmosi se inceneratorëve që nuk firmos letra ma. Po pra, ishte atje fizikisht, po thonë që nuk bënte më gjë. Bënte, po bënte pa letra. E shtirë dhe në smak. Duhet ishte thirrë shumë herët. Pra, që kur u marë formalisht inceneratori i Tiranës, që s'ka hec as i centimetër para, nga prokurorët të spakut që e kanë patur dhe e kanë si çështje, ky duhet ishte i pare që është thirrur sepse ato vendimet e qeverisë, që janë firmosur 6-17-18 copa, 10 minuta, si shtot Ramsi. Ajo fap i që thot Ramsi, janë dorë e këtij. Ky bashku me atë që sot është inspektori i lartë i drejtësisë, Artur Metani. Okej, po. Ai ka qenë këshilltari ligjor dhe mendimtari i inserus të inceneratorëve në mendjen e Ramës. Madje po të lexohet një memo e ish ministrit të shtetit në atë kohë, 2013-2017, Ermanela Felet, në cilësinë e qendrit më përpara prokurore, ajo është akt akuzë e pasur për gjithë, ajo ka dashur ta bënte në Durrës, por si duket nuk u ndrejqet me italianët edhe ka refuzuar të firmos. Edhe i ka bërë memo qeverisë për inceneratorët. Po? Fakti që inceneratori Elbasanit dhe i Fierit, për cilët është arrestu 8 herë Lefter Koka, i mburg të bëj arrest prap Lefterit. Arrest, bashkë me Algji Bllakun. U gjykua dhe në vetme çështje që kanë shkuar në 2 shkallë, se gjykat lartë s'kanë shkuar, që ka marrë vendimit formë për, as i çështje tjetër, në 6 vite e 2 muaj spak, nuk ka shkuar deri në apel. As një çështje tjetër. Qartë. Pra i zvarritën është e qëllimshëm për ta mëll ashtu has mirë as peshk, as ma hamsha, deri kur të 2028, kur të mëllët dhe mandati i përkohshëm i kësaj strukturat posaçme antikorrupsion. Dhe duhet merren hetim shumë përpara. Edhe Veliaj duhet ishte në akuzë për inceneratorin $500 milion që paguajnë taksa paguese të Bashkisë Tiranës për një gjë që nuk ekziston. Edhe ky, edhe i gjithashtu, dhe tjerë pastaj të vinin ke sekretari përgjithshëm që ka qenë Algji, ke ministri i mjedisit. Lefteri është arrestuar dhe për një gjë që kur ka ndodhur ai parku i famshëm jo ky Xhof Zote, por i park tjetër, i afër Porto Romanos, Lefteri s'ka qenë punë hiç, s'ka qenë më akuzuar për të. Pra spak nuk është çudi që ai ka qenë sot. Duhet ishte shumë kohë më parë që kur është hap ky para 3 vitësh problemi i inceneratorëve. Dhe për shumë e shumë Nëse ikja këti, ka do me thënje për Ramsin? Sepse thonë, Olim, dëgjo, prandaj jemi këtu bashkë që ti, ose ti mi rëzosh disa tezat të përhapura në publik. Thonë që një sekretari përgjithshëm i kryeministrisë është një pozicion shumë kyç për çdo kryeministër, jo vetëm për Ramsin. Pra, çdo kryeministër pas sekretarit përgjithshëm, ka një sekretar përgjithshëm të fuqishëm, të saktë, të përgjegjshëm, punët mund të shkojnë mirë. Po se ka mund të shkojnë keq tani.
Cili është bilanci për Dona Gaço që do mbahet, jo sot, se sot është herët. Punë të qeverisë, si kanë shku dhe ajo është dore këti. Me se që ke kështu, unë jam kundra kësaj. Jo, unë thash ajo që perceptimi në publik është kryuar kjo gjë. Që është njëri shumë i rëndësishëm, sekretari përgjithshëm. Sepse është i trazuar në gjitha afarat e pista që kanë dalë në treg. Po pse pak... Por, sekretari përgjithshëm i Këshillit të Ministrave nuk është fare në perceptimin publik se se di kush. Nuk ka rëndësia jo. Funksionari më i lartë në administratën publike që zgjidhet sipas statutit në punën civil është sekretari përgjithshëm. Dhe ky emëron gjithë sekretarët e përgjithshëm nëpër ministri. Prandaj është i rëndësishëm. Por ligjërisht kanë dorë çelçat e kashës, ligjërisht. Po për çfarë marrin atëherë? Po se faktikisht Rama e besoi gjithë pushtetin absolut se ka frikë firmosi vet. Pra ky lund të fijet, Simon Kokoneshi, që kam thënë në parlament, në kullën e fillesht Ramës. Pra ka qenë në Kerem Tafaj se di kur kush sekretari përgjithshëm. Ka qenë Gjeri Lergje me Sali Berishën. Yll Dervishi, njës pas me... Unë një gjë nuk kuptoj. Ti kur thua që Ramsi kishte frikë firmose vet dhe alinte këtij. Por e ligjit çfarë thot më? Duhet firmosi vet apo mund ta delegoj firmën? Vendimet e qeverisë i firmos Rama, kryeministri. Po atëherë. Por nuk ka firmos pra, i firmosin zë vet dhe të gjitha porositë që çoheshin tek ata që duhet bëhet kjo, pislikët i thriste dhe i bënte nëpërmjet durëve të këtij. Ai ky mori kaq famë, jo nuk ka famë me ligj dhe në mënyrë institucionale sekretari përgjithshëm. Unë di që ka morti. Po jo, më i madhin pushtet nga sekretarët e përgjithshëm është Genc Gjonça i Kuvendit. E njefti? Genc Gjonça, kam dëgjuar, po. Sekretari i përgjithshëm i Kuvendit, se ne jemi rubrikë parlamentare. Në qartë. Pas ti vjen ai Bakës, i treti është ky. Qartë. Po kush njihen këta dy tjerë në hierarki, pse ky del violinë e parë? Sepse ky është trazuar nga vetingu që ka çuar atje njerëz të pist dhe me dosje që i bënte presion në reformën e drejtësisë, është trazuar se kush duhet heqë, kush duhet kaloj vetingun, është trazuar ke akshi, trazuar ke inceneratorët. Pra është duhet ta kapësh me dorashka, po t'jenë dorashkat jo plastik në ato të kirurgjisë, t'jenë trasha si çizme 700 të kooperativës, se të bën pis. Por është vetë ofruar ky për të përdorur në mënyrë të atill. Ka patur edhe se thash pra nano ka qeverisë 8 vjet. 3 vjet meta, 2 vjet Majko Migje, kush është sekretar të përgjithshëm aty. Si di i ri me që kanë perceptimin publik i rëndësishëm. S'është. Sepse ligjërisht nuk është se ka fuqi, s'ka fuqi vendimarrëse. Po thonë që ka qenë i zgjuar shumë aty. Tash është vërtet kjo? Nuk e shkatët shumë në kuptimin i... Nuk e di, tash. Jemi ndoshta i vetmi vend botë që kur duam të shajm, të lavdërojmë dhe kur duam të lavdërojmë të shajm. Ne themi ky është i Zotit, është beke. Nëse për atë që është i mirë, i themi, ky është i mirë, është një gjinafi shkreti. Pra të qymë budal, kër je i mirë. Kështu që nështë zgjuarësia është në këtë variantin që ky është 99, që është... Po pra, i shkatët shumë. E jurist në profesion, e kupton? Me? Në profesion jurist është ai. Avokat financier të thash më burr. Jo, është avokat e Agaçi, dhe keni gabim. Në qoftë se ti do t'ja heqësh diplomën e Kamzës. Jo, nuk ja heq, po nuk njihet si kështu pra, si financier, por shumë si avokat. Po në herë tjetër t'ja tregoj dhe kur jam takuar me të një herë në Zyrë Truçit bashkë me Ramën. Ju dhash dorën dhe më prezantoi Rama e thash unë e njoh herët, po ti ku e njeh këtë? Se ky s'ka marrua as kartët. As është çfarë tha? Po është siç se këta edhe kur qeshin mashtrojnë. Papagjimur për e thamë të jo papagji, shumica e këtyre, nga që janë të gatuar katran nga shpirti, kur qeshin, të duke si kur skofjojnë si gomë Skode, sa Aureli kur ha gosh 16. Ledhjo, si bën? Koperton nga to trashet që kanë pas gomardare. Atë zhumbë i fiks kur qa. Gomë me gomardare. Me gomardare. Kjo e sot me nuk gjohë. Jo, kjo nuk t'i gjohë. Kjo është në ajer. Kjo silencioze, kjo të shfrynë si jo erë Bilikbashi, kjo e sot me. Ledhjo duhet t'i gamë prap nuk mundem. Nuk e merë vesht. Jo, Ledhjo, jo të mundem. Pra... Ledhjo, po pse mërë burë, po thua ti ta ketë gati atë mërë burë. Besoj që aje ka turp që ka maru... Ja, një sekundë. Për çfarë personazhi jeti mërë, si ka mundësi që i merë ka shumë bukur në gojë gjithë njerëzit marrë? Jo, nuk e besoj që ai të ketë ta mohoj. Unë ka marru veterinari, pastaj në 2004 nga marru juridikun, shtet, 5 vjetë me korespondent. Nuk ishte kjo debati e mona? Jo, nuk e kam ke... Pra, unë nuk besoj që po ta pyç vetë, po kështu ka të nashta shesit mediat, juristi, malë, shkencëtar, jurisprudencës, konstitucionalist. Ka kallu dhe i smundje, i operacion duket pas akosh. Nuk e di. Deri...
Dëgjoj, para qenies politik duhet me qenë njerëzore të Seuroja Asianit. Ledio, flas pak të fabulën tjetër, lutem, që kemi brapa kësaj. Por që kjo ikën lajmi madh është duket